Ja cili është rreziku. Kur keni qenë duke pritur për një kohë të gjatë dhe ndjeni sikur asgjë nuk po ndodh, dhe kur duket sikur asgjë nuk është duke ndodhur, pikërisht atëherë ju jeni të tunduar të filloni të rëshkisni. Unë dua të më dëgjoni, a është ndonjë nga ju i gatshëm të paguajë çmimin sot për të patur privilegjin që dëshiron më vonë në jetë? Atëherë do të shkoni në shtëpi me një fjalë të re, tani. Dhe mishi juaj do të hedh shkelma. Unë nuk dua ta bëj këtë gjë. Jam i lodhur. Kam punuar gjithë javën. Nuk dua ta bëj këtë. Mirë, dhëndri u shfaq atëherë kur se prisnin. Mateu 25:5. Tani duke qenë se dhëndri po vononte. E keni vënë se Jezusi merr gjithmonë kohën e tij, nuk duket sikur ai e ka me nxitim për asgjë. Ja cili është rreziku. Kur keni qenë duke pritur për një kohë të gjatë dhe ndjeni sikur asgjë nuk po ndodh, dhe kur duket sikur asgjë nuk është duke ndodhur, pikërisht atëherë ju jeni të tunduar të filloni të rëshkisni. Forca tani. Ju ishit plot zjarr kur çliruat në fillim besimin tuaj për të marrë një mrekulli. Lavdi Perëndis, unë do të kem fitore mbi këtë. Unë do të rrëfej fjalën, do të studioj dhe do të bëj çdo gjë që di se duhet të bëj. Pastaj një vit ka shkuar dhe disa vite kanë shkuar. Ndoshta 5 apo 6 vite kanë shkuar dhe djalli thot nuk funksionon. Nuk funksionon, kështu që më mirë mos harxho kohën kot. Pikërisht këtu duhet keni kujdes, sepse këtu betejë ose fitohet ose humbet. Forca. Ju duhet ta ndani mendjen se do të vazhdoni e do të vazhdoni. Forca. Tani do t'ju them diçka që është e rëndësishme. Mos e harroni këtë. Mos e bëni të drejtën thjesht për të marrë rezultatin e drejtë. Po atëherë pse duhet ta bëj? Sepse është e drejtë. Dhe është natyra juaj. Është natyra juaj e re në Perëndin që gjithmonë të bëni të drejtën, pavarësisht nëse shpërblimi vjen shpejt apo nëse vjen me vonesë. Çfarë lexojmë tek Hebrejve kapitulli 11, kapitulli mbi heronjtë e besimit? Aty thuhet, ata të gjithë besuan dhe pritën, por kur nuk e morën premtimin sa ishin gjallë, sepse Perëndia na kishte ne në mendje, dhe ai e vonoi atë që ne të mblidheshim bashkë. E dini çfarë tha Bibla? Jezusi thot, kur unë të vija do të gjej besim mbi tokë. Kështu nëse ai do të kthehet pas 3 javësh të dielën në orën 10, mos filloni ta trazoni tani besimin tuaj. Mbajeni të trazuar gjithkohën. Mos thoni, ja ku filloj. Nuk është puna e dikujt tjetër të vijë t'ju bëj të lumtur dhe t'ju inkurajojë t'ju trazoj ju. Forca. Ne duhet të jemi të kujdesshëm që të mos e kthejmë shërbesën në kish në diçka ku shkojmë me pritshmërim për t'u argëtuar gjithkohën. Nuk është një shërbes argëtimi, ky është vendi kur duhet të merrni nga një shuplak nga pas, nga fjala, dhe ju bëni, rregulloni shpejt, dhe rindizni zjarrin tuaj dhe po inkurajohuni nëse ju duhet kjo, dhe ne duhet të dëgjojmë të gjitha anët e saj. Dhe ju do të gjeni në këto 3 shëmbëltyra se vërtet po thonë të njëjtën gjë, por në një mënyrë të ndryshme, dhe kjo është më mirë të bëni të drejtën tani, për ndryshe ju do ta humbisni shpërblimin. Sepse do të vijë edhe koha kur ne të gjithë do të japim llogari, dhe nuk ka të bëjë me shpëtimin, por me atë që ju keni bërë me ato që Perëndia ju ka dhënë ndërkohë që jeni këtu. Çfarë po bëni ju për të ndihmuar dikë tjetër? Po, sigurisht ishit pak si shumë të heshtur për këtë gjë. Seriozisht, kjo është një pyetje që duhet ta bëni, çfarë po bëj unë për të ndihmuar dikë?
Dhe e dini, unë jam një shërbestare profesioniste dhe kështu mund të thosha, po ndihmoj njerëz gjithkohën, por shumë vite më parë Perëndia më tha mua, kjo është puna jote, në jetën private unë pres që ti të sillesh ashtu siç po u thua të tjerëve të sillen. Dhe kështu unë lutem çdo ditë që Perëndia të vënë në rrugën time dikë për të cilin unë të jem bekim. Ne duhet të arrijmë në pikën ku të themi unë refuzoj ta lë këtë ditë të kaloj pa i shfaqur Jezusin një personi. Nuk hap se të predikoni me fjalë nëse veprimet tuaja e tregojnë. Amen. 10 virgjëreshat, 5 të mençura, 5 budallaçka. 5 bën edhe diçka pak më tepër. Ato ishin të përgatitura dhe gati. Po ju them diçka, unë jam gati për kthimin e Jezusit. Mua nuk më pëlqen më kjo botë. S'më pëlqen mënyra si është, dhe sa më shumë vite ta duroni atë, aq më gati do t'jeni. Po them unë e kuptoj se përse Pali tha, sa për mua është më mirë të shkoj, por do të rri këtu për ju. Amen. Mirë, aty nga mesnata u dëgjua një britmë, ja po vjen dhëndri, dilni para. Të gjitha virgjëreshat u zgjuan dhe përgatitën llampat. Dhe budallaçkat, ja ku është gjithmonë kështu. Dhe budallaçkat u thanë të mençurave, na jepni nga vaji juaj. A nuk është kjo ajo që e kemi me shumicë sot, njerëz që nuk duan të bëjnë atë që duhet të bëjnë, por përsëri duan të përfitojnë nga ata që kanë bërë atë që duhet të bënin. Dhe po, unë jam për të ndihmuar njerëzit. Më pëlqen të ndihmoj njerëzit, por patjetër do të vi një kohë kur ju nuk po ndihmoni vërtet, po aftësoni. Dhe kështu, unë në një farë mënyre sikur e ndjej se duhet t'ju a them këtë, mund të ketë disa nga ju këtu sot që është e nevojshme të thonë atë që këto virgjëresha të mençura thanë. Jo. Ma merr mendja se ato u gjykuan si të ishin zemërgure të këqija. Po, sepse kjo është mënyra si janë njerëzit që nuk duan të bëjnë pjesën e tyre dhe duan të përfitojnë nga puna juaj, mendojnë se e meritojnë përfitimin për të cilin ju keni punuar. Dhe kështu nëse ju thoni jo, ju thonë se nuk jeni të krishterë të mirë. Unë kisha një vëlla që tani nuk jeton më, ishte 9 vjet më i vogël se unë. Gjithmonë kishte probleme me drogën dhe alkoolin, ishte në luftën e Vietnamit kur ishte 17 vjeç. Dhe ata kalonin kohën ato xhungla dhe shumë nga djemt përdornin drogë. Por edhe para kësaj ai gjithmonë ishte i papërgjegjshëm. Dhe mendoj se gjithë jetën e tij e mbante me para një grua. Gjithmonë jetonte me ndonjë grua që kujdesej për të. Dhe ndërsa i po plakej dhe shëndeti ti po ndikohej nga droga, a i donte të kthehej në shtëpi e të rregullonte jetën, kështu i dërguam një bilet dhe e morëm në shtëpi. A i ishte një rëmuj, dhëmbët i kishte të prishur dhe dukej si mos më keq. Ne e morëm atë si një projekt dhe u siguruam që ai të rilindej dhe e mbajtëm në shtëpinë tonë për rreth 4 vjet. Dhe ai filloi të rregullohej, i bëm dhëmb të rinj, i blem një kamionçin, ai kishte veshje të mira, shëndet të mirë dhe shtoi edhe në peshë. Pati një të dashur, por unë arrita në pikën ku ndjeva se nuk ishte më hir që ai tjetonte në shtëpinë tonë. Unë nuk doja të kujdesesha për të gjithë jetën. Tashmë po kujdesesha për maman dhe baban dhe hallën time të ve. Mua më pëlqen të ndihmoj njerëz, por nuk doja të kaloja gjithë jetën duke u kujdesur për njerëz që mund dhe duhet të kujdeseshin për veten e tyre. Dhe pikërisht këtu duhet të dëgjoni Perëndin dhe t'jeni gati të thoni jo her pas here dhe të mos e vrisni mendje nëse dikush ju gjykon. Kështu, i tham se ndirim se ishte koha të jetonte më vete, e ndihmua me mobilje, e ndihmua me një apartament, dhe sapo ai doli të jetonte më vete, u kthye tek jeta e mëparshme.
Që t'i bie shkurt nuk e pam atë për shumë e shumë vite dhe ai po jetonte në Arizona dhe ishte duke jetuar me një vajzë dhe kishin probleme me drogën dhe nuk kishin para dhe kështu. Ajo faktikisht më telefonoi dhe më tha se unë duhet të hapja një llogari bankare për atë dhe vëllan tim. O po, dhe fut aty $2,000 çdo muaj. Sepse në fund të fundit ke këtë shërbes të madhe dhe ti supozohet që të ndihmosh njerëzit dhe ky është vëllai yt I vogël dhe ti duhet ta ndihmosh. E dini çfarë I thash unë? Jo. Dhe ajo tha, e po çfarë krishtere je ti po thua bla 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 bla. Kështu, shumë herë ju mund të jeni duke bërë gjën e drejtë dhe gjykoheni për këtë, por përsëri nuk jeni duke bërë gjën më të mirë për personin tjetër, nëse do ta lejoni që ai përjetësisht të qëndrojë në atë mënyrë që është. Tani nuk e di se kush, por dikush ka nevojë ta dëgjojë këtë. Por, të mençurat, duke u përgjigjur thanë jo, sepse nuk do të mjaftonte as për ne, as për ju, më mirë shkoni te tregtarët dhe e blini. Mirë, problemi është se budallaqkat e humbën ardhjen e dhëndrit, ndërkohë që shkuan për të bërë atë që duhet të kishin bërë. Forca. Cila është fjala juaj magjike sot, tani? Sa nga ju do të shkojnë në shtëpi dhe me ndihmën e Perëndis do të përpiqen të bëjnë disa ndryshime serioze. Filloni të sistemoni pak gjërat, pastrojeni shtëpinë tuaj. Ndoshta ju s'keni nevojë ta dëgjoni këtë, ndoshta jeni perfeksionist dhe nuk ka asnjë grimc spluri në shtëpinë tuaj. Por, nëse ka zona në jetën tuaj ku jeni duke I zvarritur gjërat, mos I zvarrisni më. Mjaft I shtyt gjërat për në një kohë tjetër. Filloni të përgatiteni për ndonjë vonesë të vogël. Dhe pastaj nuk do të jeni më me vonesë në çdo vend, sepse asgjë s'është e përsosur në këtë tokë. Nëse ju duhen 9 minuta të shkoni në punë dhe dilni nga shtëpia 9 minuta para orarit të punës, ja se çfarë do të ndodhë. Do të shkoni tek makina dhe do të shihni se nuk keni çelsat. Do të ktheheni përsëri për t'i marrë, ndërsa jeni aty, do të lini syzet dhe kështu shkoni tek makina dhe duhet të shkoni edhe një herë në shtëpi. Ndërsa jeni brenda, bie telefoni. Dhe ju jeni kurioz dhe nuk duroni dhe ngrini telefonin. Mirë, si përfundim shkoni në punë dhe gënjeni shefin për vonesën. E vërteta është se ju nuk planifikuat. Tani, shpresoj që ju ende të më doni. Ata që janë gjithmonë me vonesa, më doni ende? Në rregull, shumë mirë. Sepse unë do të doja që t'ju thosha shumë gjëra të bukura. Nuk jam këtu t'ju zemëroj, por është e vërteta ajo që na bën të lirë dhe nuk është e vërteta për dikë tjetër që na bën të lirë, është e vërteta për ne që na bën të lirë. Bibla na paralajmëron në lidhje me rrezikun e të qenit një krishter I përgjumur. Rini në zjarr, a e mendoni ndonjëherë ku është ai zjarr I vjetër? Gjithë ai entuziazëm që unë kisha në fillim kur u shpëtova? E dini çfarë? Fryeni flakës. Mos lejoni që ai zjarr të fiket. Trazojeni veten. 1 Thesalonikasve 5:6 thot, le të mos flem pra si të tjerët, por të rim zgjuar dhe të jemi esëll. Marku 13, rini zgjuar pra, sepse nuk e dini kur do të vijë Zoti I shtëpisë, në mbrëmja në mesnat, kur këndon gjelja në mëngjes, që ai, duke u kthyer papritmas, të mos ju gjejë në gjumë. Tani këtë që po ju them juve, u a them të gjithëve, rini zgjuar. Kujdes, djalli sillet rreth e qark se një luan vrumbullues, duke kërkuar cilin mund të përpi. Nuk kap se këta t'jeni ju, nuk kap se t'jem unë, por nëse jemi të krishterë gjumash, ai do të vi vjedhurazi dhe do të filloj të na gënjej
dhe shumë shpejt ne do ta besojmë atë dhe ajo që ndodh më pas është do të humbasim besimin. A e ka menduar ndonjë nga ju këtë? Duhet jeni të lodhur sepse po duar trokisni me shumë qetësi. Ka 66 referenca në Bibël në lidhje me rëndësinë e vigjilencës. 66. Kjo s'do të thotë jemi vigjilent ndaj të tjerëve që t'i kritikojmë. Do të thotë të shohim atë që po ndodh në botë dhe të kuptojmë se sa afër jemi. Do të thotë të kujdesemi që ne vetë sigurohemi që nuk po rrëshkasim në fushat e jetës sonë. Kujdesuni për atë që ndodh në mendjen tuaj dhe për mendimet, kujdesuni për gjuhën. Sa herë u thoni fëmijëve, kujdes me gjuhën, po të them. Mirë, Perëndia ka të njëjtën porosi. Ruaj zemrën tënde me shumë kujdes sepse nga ajo dalin burimet e jetës. Kujdesuni për këto gjëra dhe mos e lejoni veten të rrëshkas. Mos lejoni të bëheni dembel dhe të zvarrisni gjërat. Kam dëgjuar një histori për mënyrën se si djalli kishte caktuar disa demon më të vjetër të trajnonin demonët më të rinj, për mënyrën si të dilnin në botë dhe të mashtronin njerëzit që të mos shpëtoheshin. Dhe kështu, pasi ata patën pa kohë për të praktikuar, ai thiri dhe filloi të bënte pyetje. Pyetja e parë ishte: pra çfarë do të bësh ti për të mashtruar njerëzit? Ai tha: o thjesht do t'u them se nuk ka Perëndi. Ai tha: ti mund t'i gënjesh disa, por nuk do të gënjesh shumë, sepse njerëzit e din nga paraardhësit se ekziston Perëndia. I tha tjetri: çdo të thuash ti, unë do t'u them se nuk ka fere të mos shqetësohen. Ai tha: ti do të gënjesh më shumë se një person, por nuk do të gënjesh ai sa duhet. Pastaj tha të tretit: po ti çfarë do të bësh? Ai tha: unë do t'u them atyre se kanë shumë kohë, thjesht ta shtyn më vonë. Ai tha: tani ti do të korrësh shumë shpirtra për mbretërinë e errësirës. A e dini çfarë? Qëllimet e mira nuk janë bindje. E po unë do t'i rregulloj gjërat një ditë. Unë dhe motra ime kemi 8 vjet të zemëruara, do të... Kur? Më vonë. Po sikur zotëria të vinë ndërsa ti ende po mendon ti bindesh atij. Amen? Dhe unë nuk po them se kjo gjë do t'ju bëj të shkoni në ferr, por ne do t'i japim llogari një ditë. Unë nuk e di si e mendojmë ne se do t'jetë ajo ditë, por mendoj se do t'jetë sfiduese. Çfarë ke bërë me kohën tënde ti, Joyce? Çfarë ke bërë me dhuntit? Çfarë ke bërë ti me paratë që unë ti besova ty? Dua të kem përgjigje të mira, do doja të thosha më të mirën që munda. U përpoq ata jetoj jetën për ty, nuk e kam bërë përsosmërisht, por Jezus vetëm ti e bën. Amen? Mos e jetoni jetën në një mënyrë të tillë që në fund të saj të ktheni kokën dhe të ndjeni vetëm keqardhje. Unë mendoj se duhet të jetë ndjesia më e tmerrshme kur ju nuk keni bërë atë që duhet të bënit, kur duhet ta bënit dhe tani është shumë vonë. Të ktheni e ta ndrejshni. Nëse e keni lënë pas dore studimin e Biblës, trazojeni veten. Përkushtojuni një grupi njerëzish. Nëse keni filluar të rini më shumë në shtëpi të djelave se sa në kish, përse se trazoni veten dhe të filloni të shkoni atje rregullisht, sepse ka shumë njerëz në kirsh që ka nevojë për ju dhe lutuni që Perëndia t'ju përdor, por ai s'mund t'ju përdor nëse rini në shtëpi. Ju duhet të dilni dhe të hyni në mes të atyre njerëzve në botë që janë të padashur dhe të vështirë. Amen? Kështu, ju keni një detyrë shtëpie, do të shkoni në shtëpi dhe sa herë që Zoti ju tregon diçka që duhet bërë, ju do të shkoni me njëherë e do të merreni me atë gjë. Bëhuni njerëz të sëtashmes. Ju duhet të jeni të përgatitur kur Zoti të kthehet përsëri. Ato u tronditën kur dyert u mbyllën dhe ato nuk mund të hynin.
Dhe Jezusi tha një gjë shumë interesante. Ai tha, po ju them se nuk ju njoh. Po ju them se nuk ju njoh. A e dini se sa njerëz ka që shkojnë në kish gjithë kohën dhe mendojnë se vetëm kjo mjafton për të qenë krishter? Bibla nuk thot, kur ju të rilindeni duhet të shkoni në kish. Unë gjithmonë i inkurajoj njerëzit të shkojnë në kish. Një nga arsyet pse mua më pëlqen të vi këtu është sepse jam në një kish për pak kohë pa patur asnjë lloj përgjegjësie. Ajo që më duhet të bëj është të predikoj, nuk më duhet të drejtoj shërbesën e të sigurohem për këtë e për atë. Ju duhet të bëni gjëra në mënyrë të rregullt dhe të keni disiplinë. Urtësia është sens praktik. Mençuria është të bësh tani atë që do t'ju bëj të lumtur më vonë. Ndërsa ne po presim që dhëndri të vi. Le të ulemi me 5 virgjëreshat e mençura, të cilat gjithmonë bënin diçka më tepër, që të siguroheshin se ishin gjithmonë të përgatitura. Të falenderojmë për fjalën sot, lutem që nëse ka ndonjë këtu në këtë takim që nuk të njeh ty, pikërisht në këtë moment ta dorëzoj ty jetën e tij. Nëse jeni këtu dhe nuk e keni pranuar Krishtin si shpëtimtar, ose ndoshta një mënyrë e mirë për ta thënë nëse nuk ja keni dorëzuar jetën Krishtit, s'ka pse të përpiqeni të bëheni më të mirë që Jezusi t'ju dëshiroj, ai ju do tani. Nëse jeni këtu dhe thoni unë dua ta bëj Jezusin Zoti i jetës sime, dua të lutesh për mua, unë dua ta pranoj atë e të jemi krishter, një ndjekës i Jezusit. A do t'i ngrini duart lart që t'ju shoh ku jeni? Unë dua të lutem me ju. Ngrini duart lart që unë t'ju shoh. Me një turm si kjo është e vështirë të shohësh. Nëse e keni ngritur dorën, dua të qëndroni aty ku jeni që të mos turpëroheni. Nuk do t'u them të dilni këtu, por nëse s'mund të qëndroni këtu, nuk do të qëndroni as në botë. Kështu, nëse i keni ngritur duart, ngrihuni në këmbë. Faleminderit. Ju faleminderit shumë. Në rregull, le të lutemi të gjithë bashkë. Liza do të vi dhe ne do ta mbyllim këtë takim për sot. Le të lutemi. Atë Perëndi, unë të dua ty. Jezus, unë besoj në ty. Më fal për mënyrën si kam jetuar. Unë largohem tani nga mëkati. Unë dua të jetoj për ty. Jezus, unë besoj në ty. Unë besoj se ti vdiqe për mua. Ti pagove për mëkatet e mia. Unë të pranoj ty tani, Jezus, dhe unë të dorëzoj ty veten time. Faleminderit që më shpëtove. Faleminderit që më dhe një jetë re. Amen. Forca, lavdëroni të gjithë Perëndin. E dini, tani është koha për të bërë të drejtën. Mos e shtyni atë për një kohë tjetër, por bëjeni tani.